që ju thatë më sipër, ka një organizim nga Partia Socialiste për të marrë votën e qytetarëve shqiptarë që janë në Greqi në grup, dhe të kemi një organizim për të votuar në grup dhe për të mos i shkuar vota qytetarit, apo kemi një problematik me DHL-n dhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Duke qenë se nga ana mazhorancës po bëhet thirrje që qytetarët në Greqi të shkojnë votojnë, të shkojnë vetë në zyrat e DHL-s për të votuar, çfarë keni konstatuar ju, domethënë në gjithë këtë monitorim të këtij procesi? Konstatimet që domethënë ne kemi gjetur janë pikërisht ato që thatë ju, dhe është e vështirë të ndash. Unë do të thosha që janë të dyja. Fillon me një vullnet politik, i cili pastaj përkthehet me vëndjen në dispozicion të gjithë mekanizmit shtetëror. Ka patur ditë të caktuara ku është bërë thirrje nga KQZ-ja në rrjetet sociale. Po marr data 2, 3 dhe 4 maj, është bërë thirrje në rrjetet sociale që emigrantë Greqisë për ju po vendoset orare të veçanta, orare të zgjatura, hapur zyrat në filan, pra janë bërë njoftime që në ditë caktuara emigrantët e Greqisë do të kishin një shërbim të shtuar dhe ndryshe nga gjithë shtetet e tjera. Pse është bërë kjo? Sepse vëmendja e shtetit dhe partisë shtet, që po përdor çdo mjet për të kacavjerr tek pushteti, ka qenë te Greqia këto ditë e fundit, sepse e panë që llogarit nuk po i dalin, dhe për këtë arsye unë dyshoj, po kjo është temë tjetër, që kanë zgjatje se është në interesin e opozitës, por asnjëherë nuk do ta kishte bërë Partia Socialiste zgjatjen e afatit të vlefshmërisë së kartave dhe pasaportave biometrike me vendim qeverie nëse nuk do të interesonte. Dhe duke parë hesapet dhe llogarit e diasporës, nuk i ka dalë si duket hesapet kryeministrit, edhe duke bërë këtë lëvizje të fundit ligjore, ka dhënë mundësinë që ndoshta pse jo mund të sjellë dhe me PS-ja mund të sjellë dhe me autobus apo dhe me mjetet tjera transporti, ata emigrantë që ndoshta nuk e kanë ushtruar dot apo nuk e ushtrojnë dot drejtën e votës nga diaspora. Pra, për të rikthyer prapë tek pyetja juaj, problemin e shohim në pikpamjen që ka pasur dhe ka një organizim të tërë partijak dhe shtetëror i vënë dispozicion enkas për votën e Greqisë. Pse ky fokus vetëm aty? Ndërkohë KQZ-ja për 2 ditë rresht përpara në fundjavën që sapo kaloi, nuk pati asnjë zarf të ardhur në Shqipëri, që kanë detyrim ligjor. Si ka mundësi që 2 ditë rresht në Shqipëri të vinë 0 zarfe nga diaspora? A thua që shqiptarët votojnë vetëm nga Greqia dhe nga Italia? Jo, votojnë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, votojnë nga Britania e Madhe, votojnë nga Franca, nga Belgjika, nga Gjermania, nga Japonia. Si ka mundësi që nuk ardh asnjë zarf ditën e hënë nga këto shtete? Do është nga që ka pasur Greqia një problematik dhe është kërkuar DHL-s